Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar besimtar, nesër, më 19 shkurt 2026, fillon muaji i begat i Ramazanit. Një muaj i shenjtë që na fton në reflektim të thellë dhe pastrim shpirtëror. Me këtë rast, kam kënaqësinë dhe nderin të uroj të gjithë besimtarët musliman të qarku të Korçës, gëzuar muajin e begat të Ramazanit. Thot i lartësuari në librin e tij Fisnik. Muaji i Ramazanit është muaj që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton për jush këtë muaj, le ta agjëroj. Të nderuar vëllezër dhe motra, trokitja në derë e këtij mysafiri të nderuar është një sqariq i mirë për të gjithë muslimanët, të cilët i ka plon gëzimi i madh. Gëzimi nuk është vetëm i të rriturve, ai ka plon edhe më të vejlit, edhe fëmijët, për të cilët akoma nuk është obligim agjërimi i këtij muaji. Ditët e këtij muaji kanë një shije të veçantë, një shije të ëmbël, të këndshme dhe qetësuese. Zemrat e të devotshmëve lakmojnë mirësitë dhe begatitë e krijuesit. Muaji i Ramazanit njëkohësisht është muaji i durimit, i lutjes, i leximit të Kuranit, i bujarisë, është muaji i respektit dhe dorëzimit ndaj krijuesit. Gjatë këtij muaji le të rizgjojmë ndjenjat e bukura, të pastrojmë ndërgjegjet dhe të lutemi. Të nderuar motra dhe vëllezër, Ramazani është një ftesë hyjnore e përvitshme drejt njohjes së përgjegjësive tona në raport me Zotin, me veten, me familjen, me të afërmit dhe me mbar shoqërinë. Të mos harrojmë gjatë këtyre ditëve edhe ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Në iftaret tona të përvitshme që shtrojnë besimtarët, të mos mungojnë familjet në nevojë dhe shtrimi i iftareve për ta. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që gjendeni, lut Allahun të na pranojë agjërimin, adhurimin dhe veprat e mira. Ky muaj na sjell begati, mirësi, paqe dhe mundësi për të bërë sa më tepër vepra të mira dhe të pranuara tek Allahu fuqiplot. Agjërim të lehtë e të pranuar.